kalojmë krejt në diçka tjetër, do të flasim për poezinë, do të flasim për shkrimin, do të flasim për gjërat e mira që mund të bëjmë secili prej nesh. Unë kam kënaqësinë që me mua në studio kam shkrimtarin dhe autorin Zejadin Dedinca, i cilin sot fatmirësisht e kemi në Kosovë, nuk e kemi me Viber. Përshëndetje nderuar, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, faleminderit për ftesën. Nuk keni ardhur vetë, keni ardhur me librat e juaja që unë do të marr të fundit, a? Kjo është e fundit. Flaka është e fundit, Po. me një libër i mbushur plot me poezi. Për publikun dua të sqarojmë që ju nuk jetoni në Kosovë, ka sa vite u bën? Unë jam që nga vitin 1993, dhe më 33 vjet jam jashtë Prishtinës. Do të thonë në Kanada. I kam jetuar 7 vite në Gjermani, Berlin, pas nga vitit 2000 dhe 2005 në Angli, ku 2005 tam në gjete në Montreal të Kanadas. Dhe tani jeni në Kanada. Tashnia për të shkruar për librin ka qenë e kahmotshme, apo u gjet, u doli në pa gjatë viteve? Une kam filluar të shkruaj që kur isha 8 vjeçar, ashtë e moj mend. Kisha përkorin e babit, lexoj shumë me babin bashkë dhe ja kisha vështirësi si mirëgjimtar, niko isha i drojtor në marrë, si që theme në Prishtinë. Tani mora forcën dhe dola me libër fare. Flaka është një libër i mbushur me poezi. Çka konkretisht trajton këtë libër? Çka ke dashur të vësh në pa? Nuk është vetëm dritë. Nuk është vetëm zjarë që djek, po është edhe dritë. Edhe dritë. Edhe nga zjarë bëhet hi, nga hiri zjarë përsëri. Që do të thotë nga kohët vështira dhe kohët mira. Do më çdo gjë del nga keqja e mira, nga vështirësitë e mira. Do nuk është gjithmonë jeta e njëjtë. Poezitë ndryshme ka. Të ndryshme që janë në këtë libër. Dashurisë që nuk i lojnë ato faj për men. Avejot, gjuhës. Tematika ndryshme. Libri është pranuar edhe në arkiva. Këto dy të parat, autobiografia, Rrugët e mia dhe Net e ditë, është pranuar në arkivin e Kanadas. Që ishte me të vërtet vështirë, pasi janë në gjuhën shqipe, nuk janë në frëngjisht. Dhe këtu janë pranuar. Janë pranuar në gjuhën shqipe, pas një punër të madhe, nuk ishte, kam shkuar me 10 herë ato. Dhe edhe kam emaile që kam kontaktuar, ishin kategorisht ishte libri i parë shqip që u pranua ato dhe është regjistruar, dhe më thonë nëse shkojnë online ato. Po si binde? Është letë. Unë e kom thonë me shumë vene që unë jam edhe me misionet të mia, kam dhuruar kompitera këto shkolla shqipe, në gjithë shqiptarin, kur flasën nga Vlora dhe në Bujanovc. Dhe një stacionit polici që ashtu i kom dhuruar kompitera, nuk kanë qenë misionet e leta. Por edhe kjo nuk është e letë. Nëse dush me bo diçka e arrin, kjo, vetëm që ne pak e kemi ato dembelen, po thot jo, kaq më paraj, jo, s'ka jo. Do me thënë nuk duhet dërzohesh. Unë nuk dërzohem. Derisa ti bindesh që ja vlen. Edhe për libra, gjithmonë kam pas dëshirë, po tani po dalë çdo 6 muaj nga një. Çdo 6 muaj nga një vazhdon. Pra të shkruash edhe je në besoj edhe në punimin dhe të librave të rinj, beson? Libri i ri, tani libri i radhës do të jetë Rrugët e mia 2. Të cilën jam duke e ndarë në 2 pjesë, duke i larguar disa, duke i afruar disa 3-a, që libri 2, Rrugët e mia 2, është thuajse gati, është ardhur në jetë, vetëm sa ta shtypi. Normalisht i ka ato procedurat e veta. Po, zoti Dedinca, ju merr një pjesë edhe në festivalet të ndryshme të librit. Më flit pak për këto festivalet cilat organizohen jashtë vendit, cilat janë ato dhe ku keni marrë pjesë? Ishte në realitet hera e parë që shkova, nëse s'gaboj në maj, më ftuar nga Toronto, është një organizator nga Shqipëria e Sotës që quajnë, se të gjithë e quajnë shqiptarione. Dhe naftoj, kështë kuptuar që unë shkruaj, me ftoj edhe shkova. Me 2 librat e mia, në Toronto ishte mirë, një organizim i mirë, kështë me thonë, binimi libra të ndryshme, të autorëve ndryshëm. Takova shumë kolegë shkrimtarë, mendoj që ishte shumë mirë dhe kishte shumë interesuar për të lexuar, për të blerë. Dhe nuk e mendoja që do të ishes 80% libra që i mora me vete. Pra, një interesim, merrnin pjesë, ishin vetëm një komunitet shqiptar, apo ishte më i gjerë? Ishte komuniteti shqiptar. Komunitet shqiptar. Do me thonë, bin 90% ishte libra të autorëve shqiptar. Kishte edhe të autorëve të huaj, po 90% ishte të autorëve shqiptar. E mira ishte që kishte edhe nga gjeneratat e reja, që nuk e flasin gjuhën shqipe e mirë, kishin interesuar me ble. Kjo ishte shumë e mirë, që më kalon për shtypjet mirë. Uroj të vazhdojnë.
Por kjo është, dua t'i përshëndeset e falënderoj për organizimin që e bojnë. E bojnë 1 vjet në Montreal, 1 vjet në Toronto, për që janë shumë të mirë janë. Përmendet edhe një pjesë tuajën humane ku jeni munduar pra në një mënyrë ose jeni të ndihmoni me pajisje të ndryshme me kompjuter, shkolla, si është zhvilluar gjithë ky organizimi i këtij humanitari, në atë epokën e teknologjisë dhe normalisht që sot nuk mendohet të një institucion të funksionoj pa kompjuter. Si erdhi deri tek ideja, organizimi, kush ishte përfitues i tyre? Për ka ideja du t'i përmend 2 gjëra. Në vitet e 90, 80, na mbyllën shkollat shqipe në atë kohë. Regjimi. Dhe gjithmonë thoja, pse na bëllën, jemi vend tonë, isha i ri në atë kohë. Dola në Gjermani, isha gjitha shkollat mira, të rregulluara, të pastruara, kam vizituar shkollat ndryshme dhe në Gjermani, interesoja të kryen një shkollë, por nuk ishëm të drejtë për kryen ndonjë kurs apo një shkollë atje. Dhe pasi në hap shkollat, po gjithë duhet të investojmë të i bëjmë shkollat më të mira se që kanë qenë. Edhe të na kanë xhelozi me shkollat tona të nuk mund të më ndalen. Dhe kjo është arsye që fillova me sjell kompjutera. Por për më madhon kohën, më thonë tani është koha, ishte koha e pandemisë. Kur shumë dëgjoja familjar, shoqëri, shqiptar përgjithësi, nuk kanë laptop, duhet të jenë remote, do të thonë nga distanca, dhe fillova me disa laptop për njerëzit përmes shoqërive me gjë. Një ditë unë shkoj 2 herë në vit në shqiptari. Shkova në Vlorë pushime dhe një thëroj disa laptop në për nëzans në për të varfort, shkova në një shkollë, kur e pashë në shkollë kështë e kompjuter shumë të moqëm. Nuk e di, ata shumica nuk funksionërsh nësa e di, apo nuk të funksionërsh asë një më të thëmë drejten. E sila ato mas pare, e fillova me Vlorën e Flamurit, si shuajnë. Në qytetin e Vlorës në Shqipëri? Po, në Shqipërinë e Sotit. Nësë shpo. Dhe ato, u zgjeron nga ato, edha në ish obelishin, unë që e Kastriat, ato dërova në 8 shkolla. Nga ato zgjerova në shtime, Janë këto vetë iniciativa, apo si është bërë, do më thënë, temi grumbullimi këtyre kompjuterve që më pasë është? Do të vje dhe ato. Dola në shtime, po djerë dhe në Bojanovës. Do më thënë, po tentoja të prekje gjitha viset e ka shqiptarë. Shqiptari është për mu, nuk ka ndomi për mu, është një. Edhe tani, në realitet, kisha me shku në këtë hane në Vepazar, si që quaj tregu i ri, Sërbinë e Sotit. Por është një Amina që është shqiptare andej, nuk ka mundësi, do të vend do t'i merë dilën se të hanën këtë në Prishtinë. I kam në disa kompjuter për atë pjesë. Shqiptaria më bulu. Isha në gostivar, jam në kaluar dërova dhe në gostivar kompjuter. Shoqatës në Montreal i kam dhuruar kompjutera, edhe shkollës shqipe në Montreal i kam dhuruar kompjuter, edhe librat e mia. Tash ti përdorëm telefoni që unë të gjitha i kam bërë nga GPM, iniciativa ime pandimin e askujt. Nuk e preashtoj, e kam një djalë, tani është 20 vjeçar, më shumë rënë të mami, të ekon edhe gjatë bisedë shumë po duke i pastruar, duke installuar, konfiguruar kompjuteret, bata që janë këta shumë kompjutera, edhe për të regaj. Edhe unë të ndihmoj, edhe ajnë me dha një shumë pare, edhe bleva kompjutera me paratina. Në realitet, si të mija si tina është njëjtë, po që është prej dëshirë. Të gjitha jënë nga GPM, vetan të, nuk kam organizat, asë që. Po e keqe e sojna është, mas më pyte për të epit gjithën. Në Prishtinë, kër po vina për kena vështërsi. Vështërsi, të qëpa natyre? Ishte një që herën e funit, i pruna 10 kompjuter, shtëpiza, si që quaj, për stacionin policisë në Obeliq, Kastriat. Dhe sa të vijun, ato i deklaraj, soni kam letrat, kujna i kom drejtu, letrat që ku shkojnë, gjitha i pregatit, gjitha pasë me ardhë. Kishte personat të tjilë, kam pas të personat profesional, kur zero. Njemi të lodhër, bëjmë 24 orë një rrugsh. I që thatu, jo edhe ata, i kisha kompjuterin tim personal, më është dashtë të paguj taksa për kompjuterin personal. Pra po bëhet fjalë për këtë sjellje në dogana? Në doganën e Prishtinës. Dhe më thotë, unë për në informatikë,
Unë patjetër duhet ta komandoj një komitet të punës. Në çdo komunë më thirr diçka një punë, diçka rrjeti është poshtë apo diçka duhet punoj. Edhe për ato më ka shtim me pagu toks. Po nuk është ajo kohë, po është koha që më morë, se për 10 euro, 20 euro, 50 euro që i paguaj nuk ndryshon jetën time. Nuk e mi pasur, po kur unë e bi me qindra konvertira, nuk më ndryshon edhe një taksë e vogël, po sjelljet nuk janë profesionale. Edhe nuk kundër ta ndodh, e kam shkruar në libër, e kam cek, ishte udhëtimi lotus. E kundër ta ndodh në Montreal, kam krijuar një shoqëri atje ku unë i bi 6 valigje, 6 çanta nga ose 7 çanta nga Montreali në Prishtinë, se cila çantë mbi, nëse është më shumë se një paguhet minimumi $200 është një çantë. Këtë dim të gjithë. Është një shqiptar italian e quaj, e cila punon për Air Canada, të gjitha pa asnjë lekë ishte në aeroport. Në Prishtinë ndodhet kundër. Duhet kemi lehtësime pak, kupton? Kur bëhet fjalë për diçka që është humane, diçka që përfitojnë nxënësit, përfitojnë institucionet që ka nevojë për ato. Unë mendoj që kompjuteri edhe libra është ushqim, dhe përdo që i ushqen fëmijët është dije që jep. Dhe fëmijët tonë kanë nevojë. Dhe si që duket sot, pa to nuk është që mund të jetë. Në kohët e sotit jorë, për fat keq më i me quajt. Do të ishte më mirë që t'ishte gjysa mos të rrinë shumë për kompjutera, po pa tonë nuk është. Teknologjia e ka moronën e vetë. Po ditën ta shfrytëzoj mirë, ja shojmë hajrin edhe teknologjisë. Unë po ndaj një informatikë në kanat. Ishte edhe fati ime që e kom mbaruar një shkollë atje, dhe dija se si punojnë, si mi installu, konfiguru, mi pru këtë. Po mos të kisha profesion, ndoshta nuk dhe jam një kompjutera, do cila diçka tjetër. Po normalisht që është fusha juja dhe në atë aspekt keni menduar që të bëni sa të pak. Kështu që mendoj që secili mund me dhënë një këshill, nëse më lejohet, secili çfarë profesioni të ka, çfarë mund të punë, me ndihmu shqiptarisë është mirë. Shqiptaria ka nevojë për çdo gjë. Shqiptaria ka nevojë për çdo gjë, mjafton vullneti i mirë. I vullneti i mirë. Edhe për një dashuri ta kemi mes veti që nuk duket ajo që ka qenë më herët, të afrohemi, të bashkohemi, të jemi të fortë. Kjo është këshilla më e mirë që do mund të mbyllim edhe këtë bisedë bashkë. Para se me mbyll, dua të falem, nëse më lejon të falenderoj, unë lektorimin edhe redaktimin ma bën një djalë i ri, është një 25 vjeçar. Dhe ta kujtojmë që 25 vjeçar është në gjendje mi bë këtë punë. E falenderoj shumë, e përshëndes. Është Arbon Dedinca, është edhe kushërimi, përveç se është lektor dhe redaktor, është edhe kushërimi. E përshëndesim, faleminderit shumë edhe për ju, për kohën tuaj, për kontributin tuaj që keni bërë, qoftë për institucionet të ndryshme dhe shkollat të ndryshme në vendin tonë, por edhe jashtë kudo që ka shqiptar. Faleminderit dhe gjithë. Është kënaqësia ime që isha këtu, faleminderit për kohën. Faleminderit shumë. Me këtë bisedë të këndshme po mbyllim edhe emisionin Rreth e Rrotull për ditën e sotme, të nderuar shikues. Faleminderit që qëndruat.